që po na blen letaj, me një shoqëri e cila në farë mënyrë po mashtrohet për kurqësan. Kemi anë një shoqëri e mbijetesës. Buxheti përdoret për 100 euro me dhënë ndihmë. Grumbullohet buxheti veç që më fut në investime, projekte të mëdha, zhvillimore, në inovacion, me fut energjinë pozitive të ndryshimit e zhvillimit. Çka ndodhi? Kemi kthyer një pushtet administrativ, mbledh paranë dhe shpendon. Ju shpendon njerëzve për me moj mbijetesën, me moj gjallë, me lo pak pa vdek, me 100 euro. Dhe me tha sot lajmë është me dhon 100 euro studentit bursë. Në kohën kur bota po përgatitet për inteligjencë artificiale, me që me ndërtu institute, me që me investu në projekte, me që start-upe, në me vetë iniciativë, me që biznisit tonë, me dho lehtësira e mundësi, me që biznisit tonë me stimulu me politika ekonomike, me ligje, a ka ne veprim që do vëlla që ka ndodhë. Ma thoni një projekt real që ka pas impact ekonomik në Kosovë. Ta shë 5 vite, 7 vite, edhe për para. Vazhdojmë ne me importu energjinë. Ne nuk kemi gjendje, ende mi shfrytëzojmë maksimalisht resurse që ne ka dhënë Zoti, resurse tona ekonomike, pasurit tona minerale. Ne jetojmë mbi to edhe veç shohemi shërë për i tyne, sepse ndodhet të ajri. Dhe blejmë, importojmë rrymë një vend kur është bazeni i Ballkanit e Evropës. Ende s'pa dikush guxim, dikush me bën një hap, me shku me bërë renovimin aty në termocentrale, me përmirësu kushtet atyre njerëzve, me rrit kapacitetet tona energjetike. Ma thuaj një projekt serios, një histori të suksesit, që a bo për shkak të politikave, stimuluese të kësaj qeverie. Sot që ma ke sikur bizniset tona private hekin dhe nuk ndëgjën, nuk kanë vesh me ngu kush. E mi dho mundësi më zhvillu. Një pjesë e madhe po largohen nga Kosova. Ky është realiteti i Kosovës. Djemt e vajzat e reja na shkuan. Shkuan ato. Për ku është Kosova? Edhe sa duhet me prit? Qa është kjo qëtë me 100 euro? Çka është kjo? Për vitri. Çka është? Kjo është me mbjetu. Kjo është me gëzu fëmijën me një dhuratë ku të shkon në shtëpi për vitri. Ky është rezultati... Ata njerëz kanë nevojë për te saj. Ky është rezultati jo kreativitetin pur? Kjo është mosdije. Mosdije? Kjo është mosguxim. S'po du me thonë, se s'po du me besu që është politike mendume me mojt popullin qashtu që mi amor votën. S'po du me thonë këto. Se s'po du me besu që është edhe kjo. Po ja lë ma let po mi me thonë mosdije edhe mosguxim. Si është e mundër me fol ti, me orë këtu me fol për tregus, banka, instituti, gjendje në reale shko këshyre njerin. Sa ki sot shportën, e sa ki pas dje. Sa kushtën sot një shport familjare, e sa ka qenë para 3 viteve. Edhe ma thojnë një sektor, hajde shëndetësi, cëllon ndryshimi. Cëllon ndryshimi në arsim. Cëllon ndryshimi në infrastrukturë. Cëllon ndryshimi në ekonomi. Cëllon ndryshimi në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Por nisim për prodhuesve. Me çfarë sakrifice ende i mojnë makinat e ndezura në bizniset e tyre. A e shkuat jemi ndihmu.